Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur këtë ëmbëlsirë kaq të shijshme, të freskët, pa pjekje, me një shije dhe aromë fantastike. Në robotin elektrik kam vendosur 300 ml pana për ëmbëlsira, 250 gram mascarpone, 100 gram sheqer pluhur, pak vanilje të lëngët ose të pluhur sido që t'ju gjendet, lëkurën e një limoni dhe e përzjem për pak minuta në robot elektrik ose në rahës elektrik, çfarëdo lloj që t'ju gjendet në shtëpi. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Për pak minuta kremi është gati, e vendosim atë në frigorifer, ndërkohë vazhdoj me pjesën tjetër të ëmbëlsirës me kremin e limonit. Në një tigan të thellë do shtojmë 100 gram sheqer pluhur, 3 vezë të freskëta, 100 ml lëng limoni të freskët dhe lëkurën e plotë të një limoni. Do ta përziem vazhdimisht në zjarr të ngadaltë derisa të trashet masa. Pasi është trashur, do ta heqim nga zjarri dhe do shtojmë 100 gram gjalp. Do ta përziem larg zjarrit tashmë, mos u shqetësoni nëse do shihni disa mpiksje, por do të hiqen të gjitha pasi ti kullojmë. Vazhdojmë ta përziem vazhdimisht, shumë e rëndësishme kjo. Dhe pasi është shkrirë gjalpi plotësisht, do ta kullojmë, kështu do të heqim çdo mbetje nga lëkurat e limonit ose edhe ndonjë piksje të vezëve që vendosëm. Pasi e kemi kulluar, edhe kremin e kemi gati. Është shumë fantastik, ju sugjeroj ta përdorni edhe për ëmbëlsira apo akullore, meqense po afrohemi sezonit të verës. Masat i kemi gati, biskotat savoiardi do t'i lyejm me qumësht dhe do t'i vendosim në formë ose në tavë. Unë ju sugjeroj që të përdorni një tavë të thjeshtë, pasi unë kisha dëshirë të inauguroja këtë formën e re, por të jem e sinqert, më mori kohë dhe më lodhi, kështu që më mirë në një tavë katrore, shumë thjesht dhe shumë shpejt. Ju sugjeroj që të mos lodheni kaq shumë si në rastin tim. Do vendosim biskotat, gjithashtu edhe kremin dhe do vazhdojmë kështu derisa të na mbaroj masa. Është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Pasi kemi mbaruar masat, e kthejmë me një anë, përmbys domethënë, dhe heqim formën dhe do shtojmë pak krem në sipërfaqe dhe në fund fare është radha e kremit të limonit, i cili ka një aromë dhe një freski fantastike. Duhet ta provoni patjetër nëse nuk e keni provuar. Pasi e kemi vendosur edhe kremin e limonit, do ta lëm në frigorifer për rreth 1 deri në 2 orë, sa të mpikset pak, më pas e keni gati për ta shijuar. Ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni. Pres përshtypjen tuaj në koment për këtë ëmbëlsirë. Faleminderit që më ndiqni.